Përshëndetje, pra pun këtu. Dua t'i kthej përgjigje kësaj zonjës o zotëri, nuk e di se kush është se nuk ka foto në profil, për punën e flokëve. Ke shumë të drejtë, se unë flokët nuk i duroj dot asu në kuzhinë, por ndonjëherë njeriu ka dhe dëshirë të dalë ashtu si që ka qefi. Për shtëpinë e vetë gatua, nuk është se unë gatova për restorante o për miq o për shok. Kështu që jam në shtëpinë time dhe bëj çfarë më doj qefi mua. Plus që unë brumin e punova me brumatriçe, kështu që edhe që duke në video unë pasaj më vonë i lidha se nuk mund të punosh dot me flokë të lëshuara diet ajo, por me që ishte vetëm një fragment që zura brumin me brumatriçe dhe kisha dëshirë. Tash Mona lini dhe ratë se edhe këtu në Itali nuk po iqim dot maskerinat, rrim gjithë ditën me maskerinë në punë, na uzufryma, tani duhet vime edhe në shtëpi të rrim me kujdes se mos na kritikojnë, jo, se kush në shtëpinë e vet bën si do kokra-qefit. Kështu që nuk ka problem. Sa për ndjekësit e mi, juve që kërkoni recetat, unë recetën e pasta frolës e gjeni në detaj në videot e para, e dini shumë mirë kush më ndjek mu, e kam shpjeguar si me gojë dhe me shkrim në komente. Për mbushjen me luleshtrydhe dhe me fruta pylli, për mbushjen unë kam lënë recetën një video më parë, dhe keni në 2-3 vende recetën edhe në Instagram e gjeni, është shumë recete thjeshtë për luleshtrydhe dhe del shumë e mirë, e shishme dhe majoshe. Provojni këtë recetë dhe del shumë e mirë. Edhe pastaj e kam mbushur me fruta pylli, me boronica dhe me menafera të kuqe. Kështu që e gjeni këto recetat. Pasta frolës unë nuk e ndryshoj me asnjë lloj pasta frole. Kështu që nëse unë ndryshoj recetën e pasta frolës, unë do të shkruaj recetën. Kështu që i gjeni në videot e para recetën të shpjeguar, duke punuar edhe të shpjeguar në detaj edhe masat e brumit, edhe të gjalpit, edhe të sheqerit e tjera. Okej? Ju uroj gjithë të mira dhe mirupafshim.